Në mjediset e Galerisë së Arteve në Tetov, artisti i njohur, Reshat Ahmeti, shënoi 35 vjetorin e krijimtarisë së tij me një ekspozitë retrospektive që ngërthen një udhëtim të pasur artistik përmes ngjyrës, formës dhe simbolikës. Ekspozita, e cila përfshinte vepra të përzgjedhura nga ciklet më përfaqësuese të autorit, mblodhi artdashës, koleg, kritik dhe dashamirës të artit nga gjitha trevat shqiptare. Për mua arti është mënyra më e sinqertë për të komunikuar me botën. Ky përvjetor nuk është vetëm një përmbledhje punës sime, por një falënderim për publikun që më ka ndjekur dhe për krahun ndër vite. U shpreh Reshat Ahmeti gjatë hapjes së ekspozitës. Ne gjetëm mundësinë ta vizitonim me shumë kënaqësi punën e profesorit dhe të bisedonim me të njëkohësisht. Jemi në Galerinë e Arteve në Tetov dhe këtu profesori i nderuar, piktori Reshat Ahmeti, ka bërë hapjen e ekspozitës së tij dedikuar 35 vjetorit të krijimtarisë. Kur themi 35 vite, varet nga cili kënd shohim, për disa janë shumë, për disa që janë punëtor si puna e profes që kemi këtu janë pak. Ai do vazhdoj që të krijoj edhe më tej, do vazhdoj që të jetë mesneshme, pikturat e tij të mrekullueshme, për të na përfaqësuar jo vetëm në vend, po edhe ndërkombëtarisht. Ekspozita do qëndroj e hapur këtu në Tetov. Kuratore e kësaj ekspozite është piktoria e njohur Besa Dauti, ndërsa për më shumë detaje se çfarë patëm ne këtu, do na tregoj profesori i nderuar. Mirë se të gjejmë fillimisht. Mirë se u gjeta edhe unë juve. Shohim këtu një numër që duket estetik, 35 vite, por sigurisht kur i kalon vet ato 35 vite është një rrugëtim që nuk e di si ta cilësojmë sot, gjatë apo shkurt. Ja, përgatitem një konkurs edhe duhesh të shofi arkivat. Kur shoh se çka kam bë, edhe si është bë, hapësirën dhe kohën, 35 vjetë është një sekund. Është befasi si shkon koha. Mirë që e thatë, ai që punon nuk ka ngjesi për kohën. Shpeshherë ndodhet unë nëse një ditë nuk punoj, më duket dita shumë e gjatë. Mirë, por kur krijoj më duket shumë e shkurt. Pra, si ka thonë Einsteini, koha dhe hapësira janë relative. Domethënë vitet dhe hapësirat varet ne si e shfrytëzojmë. Për mua kanë shkuar për një sekond. Mirë, po kur e shofi biografinë dhe arkivën, është çuditëri se sa lloj aktivitete janë bërë. Përmendat ligjin e relativitetit, do me thënë nëse ri me një vajzë të bukur, koha të duket më e shkurtër, ashtu mund të themi edhe për pikturat, se janë vajzat e tua të bukura, apo secila ka koloritin e vet. Ajo që të tjerat ndoshta veçojnë të ti janë ngjyrat. Nuk e di ti çka ke qejf te puna jote, për shembull, te pikturat kur i shef dhe habitesh me veten tënde dhe thua, a unë e kam bërë këtë? Preferojnë artistët sa bukur ka dalë. Asgjë nuk del bukur, po krijohet bukur. Bukuria është në mbretësinë tënde. Krijuesi kur shpeshherë pyetja çka gjen kur pikturon. Unë them nuk jam aty që ta valorizoj me në aspektin verbal ose me shkrim. Me vërtet krijimi është një proces metafizik. Gjatë krijimit shpeshherë ndodhet kambrinata a kam fillu ka dreka. E thon ku shkoi koha, ku isha unë? Domethënë është një proces me vërtet kur artisti nuk ngulfat, por hyn atë hapësirën. Lirish mund të themi ngulfat. Edhe është një lojë, një kënaqësi, një përjetim sun gjej fjalë. Shpeshherë ne filozofët gjejmë fjalë, shkrimtarët, poetët gjejnë fjalë të bukura e kështu me radhë e përshkruajnë. Mirë, piktori e ngjen vetëm atë proces. E pastaj u shpesh thëmë është një terapi metafizike me të cilën ti ndjehesh i çliruar, i lumtur. Ke kriju diçka. Është magjike për shkak se fillon me një pëlhurë të bardhë, nuk ekziston asgjë. Duart e artistit dhe shpirti i artistit krijon një botë të re, një lindje të re. Përmendëm si fëmijë, unë shpeshherë i them veprat janë si fëmijë, kur blen kush vepër e kam frikën ku të shkone, kur të rreni, si të trajtohet piktura, mua e lënë po drum, mua e lënë që atë të kijet e din trajtim të mirë e kështu me radhë. Me vërtet është një ngjësi. Mendoj se ndër trajtimet më të bukura që unë kam parë janë pikturat tua si trajtohen në vende të ndryshme kur shoh, di që njerëzit mburen kam pikturën e Reshatit. Domethënë është një lloj satisfaksioni kjo, apo jo? Në 35 vite sigurisht janë shumë piktura që keni krijuar. Sa mund t'jenë disa në numër, i keni numëruar ndonjëherë? Diçka që ka e dhënë nuk e vendon në matematikë, nuk i numërohen. Nuk numërohen. Nuk numërohen. Ajo është proces, gjësi. Mirë, po kam një sasi të jem tash ma pragmatik. Ndoshta 1000 vepra,
të realizuar në pëlhur. Domethënë, mbas mbarimit të fakultetit 89 unë nuk jam ndalë. Domethënë, nuk kam pas krizë krijuese, pavarësisht nga situatat politike, historike, luftra, situata ekonomike të vështira, nuk kam pas atelje. Mirë, po ka pas një gravitet që ka qenë më shumë i fuqishëm që të krijoj. Prindëri im ka qenë shumë i brengosur se unë mirë me diçka që populata në atë kohë nuk interesonte shumë. Kolegët që kishim të asaj kohë nuk mireshin shumë, mireshin më shumë me si të kemë përfitime të biznesit, interiera, rrugim në xhamive, ndonjë portret të Skenderbeut në infrashërit, që të tërheqin vëmendjen në aspektin financiar. Mirë, po unë kam qenë një lloj utopisti. E i thoshim prindërit, mos u brengosi, unë veç jam i lumtur, vetëm. Veç procesi më bën të jemi i kënaqur tek kështu me radhë. Ashtu që është shumë e rëndësi çka është ajo gravitet shpirtëror që tërheq. Edhe duhet të jesh i sinqert me vetveten. Unë nuk jam shofer i mirë, nuk di të vozit, për shembull. Edhe shpesh herë shokët më thonë, si s'mundesh? Jo, diçka do na mungone. Nuk jemi perfekt. Ama ngjyrat i vozit i mirë. A ngjyra? Bota e ngjyra është magji. Unë kishëm në Vatikan një ekspozit, edhe me klerikët kur bisedojshim, tregova se më intereson ngjyra në pëlhur, ma tregova storjen se Zoti ka kryer objektet fizike e pastaj ka thënë ne të bëhet dritë. Mirë, po thash nuk është vetëm drita fizike, ajo dritë shpirtërore. E ne artistët me gjuhën artit figurativ përpiqemi qatë dritë shpirtërore ta gjejmë. Pa dritën s'u shohim ngjyra. Do të thonë elementi kryesor që shohim diçka është drita. Apo saqërisht kur shohim ngjyra. Ndoshta që janë njerëzor është privilegjuar që ka aftësi të shohë botën me shumë ngjyra. Shumë gjallësa nuk e kanë atë aftësi. Shumë vërtet. Edhe ne si artist, edhe këtë më thash, neve Zoti na don më shumë se juve, klerikët, për shkak se neve ne ka dhënë një dhunti të veçantë. Edhe ata u pajtuan me një. E ne është mëkat nëse një artist ja ka dhënë Zoti talente dhe nuk e shfryzon, qoftë në pikturë, qoftë në letërsi, qoftë në muzikë. Pavarësisht prej rrethanave sociale, ekonomike, asnjë nuk është ideale. Unë mbram thash, ne artistët, të gjithë ne ankojmë, rrethi nuk është mirë, kolegët nuk na kuptojnë, kemi urren, ai tjetër, edhe domethënë miremi me gjërat që janë triviale kur bëhet fjalë për procesin e krijimtarisë. Nëse punon, nëse krijon, beso karma ose Zoti do ta bjerë njeriu të caktuar. Unë kam pas personalitete të shumë të rëndësishëm gjatë procesit tim krijues. Edhe pse ambienti rrethan nuk kanë qenë, por Zoti ta çon njeriu të duhur, për shembull në fakultetin pedagogjik ma çoi Dançor Devi. Në fillim të karrierës më ka ndihmuar Adem Kastrati, edhe ka përkrah. Pastaj paraqitet profesori Kadri Meta për Prishtinë. Shumë shok, i kam pas shok të mi të Gostivarit, me Lulin, me Suleiman Ushitin, me Osmanin, kemi bë trimi mirë me shok shumë. Po, gjithmonë. A është proces, sikush e ka luajtur rolin e vet të duhur. Tash ata e dinë se nuk kanë nevojë të ndihmojnë. Tash duhet dhe kush tjetër të vinë në botën time. Por besoj se edhe unë kur të duhem ndonjëri tek kështu me radhë. Do të thosh është një proces, me të vërtetë duhet artisti të jetë i sinqert. Arti, çdo gjë në jetë është për shkak njeriu. Nëse artisti nuk bëhet njeriu i mirë, thojza, shpirti i mirë, ai nuk e ka kryer misionin, është në gjithë çdo rrugë. Këtë debate kam pas edhe në fakultetin pedagogjik kur me profesorët që mirën me shkencë e potencojnë aspektin profesional. Unë e potencoj aspektin njerëzor. Ata kishin argumentet e veta, unë kishim argumentet e mia. U thashëm, zotni profesor, ti je doktor i pedagogjisë, më jep 5 vjet, unë të bëhem doktor i pedagogjisë. Unë të hapi tërë jetën të kursu më bëhesh artist. Është vërtet. Por, edhe fakulteti pedagogjik ose universitetet, nëse profesorët nuk janë njerëz të mirë, atëherë misionin universitetit nuk e ka kryer. Për shkak se universitetet, institucionet, kultura, arti është që njeriu ta bëjnë më të mirë. Apo sa që është arti, që zbukuron shpirtin, ne i themi, ta kuptoni edhe ekzistimin e vet. Unë kur ndëgjoj muzikë të mirë, e ndëgjoj jo vetëm me vesh, po edhe me bark, si themi. Edhe këtë kom të qartë, nuk kam më dilema për jetën. Kur krijoj, nuk kam asnjë farë dilemë, asnjë ankesë, asnjë kërkesë. Është një proces më të vërtet edhe thomë edhe kolegëve, edhe artistët mi, lini trivialitetet, lini i famshëm, i njohur, ata janë gjërat sociale. Ty nëse i e realizuar në atë që e bën, asgjë tjetër nuk. Nuk duhet nisësh të pikturosh me mendimin që një ditë do jemi famshëm, apo? Po, është dëshira për të thënë diçka, të artikulohesh përmes. Ajo është pengesë. E kanë studentët e tu këtë lloj vesi, të themi ta quajmë. Gjithë ne kemi dhe një ëndër.
Mirë, po ajo është ëndër dhe duhet të rish në... Ajo është trivialitet. Nëse e ke idenë që me artin dhe arrish diçka, ti veç e handikepuar se e ke kushtuar vetveten me një të arritur, që s'ka lidhje me artin, po ka lidhje me aspektin social shoqëror. Edhe ne shpeshherë, duke nisur në atë devojnë të famshëm, imitojnë artistët të famshëm. Shumë e vërtet. Edhe nuk janë të realizuar, edhe shpeshherë i shohin nuk janë të lumtur. Si ta gjejnë atë zërin origjinal, sepse besoj shumica e studentëve të pyesin, profesor, si ta gjej zërin tim origjinal? Si të arrit të flasë për mes pikturës, mos t'i kopjoj të tjerët, mos t'jem një eho, po të jem një zëj veçantë në pikturë. Po sa që është këtu kom shumë ashtu koncentrimin kur punoj me studentët, se të gjithë janë botë të veçantë. U shpesh thomë se ju veç me lindje jeni fitues. Ta dini se askush si ju, nuk ka qenë, nuk është dhe nuk do të jetë. Ti je unik i vetvetes. Ashtu duhet edhe në art. Kur kemi dhe një problem artistik, çka të pikturon, ose si ta realizoni një problem artistik. Unë e pyesi ty si mendon. Unë mund të them, unë mund t'i japi ide, por ai do jetë imja gjithmonë. Po. Unë nuk do të jem me ty gjithmonë, unë do të jem vetëm 4 vjet. Ty çka mendon? Qoftë edhe çesharake nëse mendon se shpeshherë kanë frikë njerëzit të shprehin lirshëm se ndoshta të duket shumë çesharake, të duket pa lidhje, janë të limituar, të kufizuar me vetë pyetje. Në përshkojnë me atë sistem, çka don ti? Bëj edhe një kërkim me studentët, ju njoh karakterin, për shkak se arti figurativ, lëmi artit figurativ nuk është vetëm ligjërata frontale, si në lëmi shkencore, është empirike, 2+2 janë 4 dhe profesorit nuk intereson çfarë karakteri e kush je, kërkon rezultatet. Ndërsa pedagogi me fill në art e shef edhe karakterin dhe sensibilitetin e studentit ku mund të arrijë më tepër. Dhe shpeshherë u them, punon çka do. Ne të shohim tash, është mirë. Megjithatë ka, vinë kolekte ty, nuk është që mirë. Vinë atë tjetër, u edhin 100 mendime, të më krejtat ajon të vërtetat e tyre. Ty do të luftosh të vërtetën. Të nxjerrësh të vërtetën tënde. Në 2+2 baras 4 ka një rezultat përfundimtar dhe mund të themi që vihet pika. Kur e kupton një piktor se ka mbaruar piktura? Nuk ekziston. Përfundon asnjëherë? Asnjëherë. Ty ishte ashtu, Leonardo da Vinci mbas Mona Lisës kishte nevojë të pikturone. Michelangelo mbas Kapelës së Sistinës kishte çka të tregon. Është një proces. Unë personalisht tash mendoj se tash kam filluar të pikturoj. Ajo ka qenë 35 vjet një shprehje. Tash ende, domethënë është një proces që nuk ka pikë. Vetëm arti nuk ka pikë. Çdo gjë që e bë veprat madhështore. Të është pa kuptim artisti e ka arrijë kulminacionin e krijimit, atë thotë mos kam çka të rregoj. Gjithmonë ka. Jeta është mister. Arti është mister. Deri në fund. Unë shpeshherë them arti është gjuhë kosmike që ka dimenzionin e 5, jo të 4. Ashtu që dhe artisti kur ha mendet sqarone ose kompozitorit muzikës, ai mund të kanë bërë krye vepër, por edhe ai ka dilemë çka ka bërë. Prandaj është edhe magjia e artit. Në vazhdimëri. Është një jetë që vazhdon bashkë me shpirtin e atij artisti. Ka shumë artistë të cilët janë të bindur, si njohës i mirë i veprës së tij, secili krijues që është, që kanë bërë një krye vepër, edhe nuk e di si e përjetojnë artistët atë zhgënjimin kur e shohin që të njëjtin impakt nuk e ka te publiku ajo vepër. Besoj që duhet jetë një moment i vështirë. Edhe nuk e di si e përballojnë artistët. Ata që janë më egoist ose më kur mbyllen në vete se që është këtu ta dish se këtu e ka mbaruar artisti. E kufizon vetveten. Unë nuk kam ndroja kritikun, para e pyes një ditë. Bile edhe kur bëj ekspozit i thirrë disa shok, se sytë e mi, më nuk e shohin pikturën që e kam bë, ose veprën. Vetë e shef atë që ke në mendjen, se shpeshherë syri është vetëm optik e një ngjarjes. Përjetimi edhe e përpunon truni dhe zemra. Sytë janë vetëm një dritare që shef diçka. Shpeshherë unë them që këtë e kam bë perfekt, këtë duket në rregull. Në pasqyrë, s'ka nevojë do kush të më thotë. Në pasqyrë tregoj pa emocion. Pa trup, çashtu siç është. Tu e kam bë poshtë, kompozicioni më është jo stabile, nuk është ashtu si kam menduar, domethënë sytë e tjerë shohin më mirë se ne jemi të kufizuar me emocione dhe me atë që e paramendon. Prandaj është mirë artisti që thyrë edhe të tjerit. Ka kritik pozitive dhe ka kritik negative. Natyra e njeriu është xhelozia, po e di çfarë. Por edhe gjene atë pikën e keqe dhe fokusohet ke e keqe që të tregone se ti nuk je i mirë ose që unë e shoh i mirë. Kritiku i mirë është ai që ta shef në tërësi objektin, atë që e ke bë dhe jep sugjerime.
unë pjesë 100 vetë, po përsëri bëj. Si di vetë, gjithmonë artisti e ka të E fjallën. kanë problem artistët, ta pastrojnë shpirtin, se... Fundit edhe kjo është një katars me pastrim shpirtin. Po. Unë shpesh e thëmë edhe terapi shpirtërore, nuk është vetëm profesion. Nuk ka këtu një empirik me të cilën e ka dëshmu që është, jo. Unë shpesh e thëmë, nuk ekziston estetika ose bukuria si shkencë. Është kategori evolutive. Ajo që është e bukur për ne, në kulturën afrikane është diçka tjetër. Në Amazon, popujt primitiv, maksimumin e kanë të skulpturat e tyre që i bëjnë kështu me radhë. Kulturën japoneze është diçka tjetër. Prandaj unë shpesh e them, është procesi përjetimit i cili ka evoluim, si është njeriu që është fillon edhe arti të. Profesor, tani do ndalemi pakës te pikturat, të gjitha sa janë këtu. Sa janë të ekspozuara? Janë 21. 21? A ka ndonjë simbolik ky numër ajo? Pse për shembull janë 35? Ne artistët jemi kufizuar edhe nga hapësira. Këtu janë veprat në të cilën hapësira na lejon t'i lejmë këtu. Janë vepra që janë bërë ndër vite, apo jo? Po ndër vite, por veprat që janë në pru këtu janë të kthemi, domethënë kemi nga të gjitha ciklet këtu. Si një tip antologjie. Po, retrospektive, prandaj që retrospektive, një rikthim. Kem vepra viteve 90 nga geometrizmi lirik, pastaj fillova nga tradita që janë këtu më tepër, kemi depërtimi i dritës, që është më tepër, enigma e kështu me radhë. Domethënë nga gjitha periudhat e ciklit. Mirë, po veprat që janë pruar këtu mbaren nga hapësira që e ke. Për shembull, kam pikturë që janë 4 metër, kam pikturë që janë dimension tjetër, mirë, po në aspektin praktik këtu suni i varish. Megjithatë, kam bërë një përzgjedhje, numri 21 nuk ka domethënie, por ka kushtet që janë këtu. Domethënia është se kam veprat nga të gjithë ciklet. Ne mbrëm kishim një frym festimi të krijimtarisë 35 vite art dhe për t'i dhënë nderimin dhe mirënjohjen artistit të madh zotëri Reshat Ahmeti. Dhe ne përveç asaj mbrëm ishim përfituesit e këtij frymëzimi në 35 vitet e tij. Do të thonë 35 vite krijimtari nuk janë thjesht vite punë, janë dekada përkushtimi, një kërkim të pandërprerë të cilët Reshat Ahmeti i ka përkthyer në gjuhën e vet të heshtur, por të shumë të fuqishme atë të pikturës. Dhe mbrëm nëpërmjet kësaj ekspozite retrospektive, ne zgjodhëm të sjellim për publikun një pamje sa më të sinqertë dhe më përfaqësuese të rrugëtimit të tij artistik. Dhe që nga fillimet e tij dhe deri më sot ishte një ndjenjë plot kërshëri, deri te fazat më të pjekura dhe më të konsoliduara ku shfaqet identiteti i plot i tij artistik. Domethënë 35 vite art janë një gamë të tërë emocionesh, një udhëtim i mrekullueshëm, domethënë me shumë ekspozita të jashtëzakonshme brenda dhe jashtë vendit dhe mbrëm u festua ajo frymëzimi, rritja, suksesi i tij dhe qëndrueshmëria e tij gjatë krijimtarisë artistike. Dhe unë mbrëm si kuratore e tij dhash edhe një mesazh që kjo ekspozitë jo vetëm të shihet vetëm me sy, por edhe me zemër, sepse është një moment i veçantë dhe ftova secilin prej vizitorëve, pjesëmarrësve të ndalojnë para çdo pikture, të shohin dhe të përjetojnë me shpirt, sepse çdo vepër ka një mesazh që është e tyre për ta zbuluar. Ekspozita mbrëm ishte një ekspozitë shumë e bukur, unë e shijova gjithë mbrëmjen, që nga fillimi deri në fund. Dhe ju si u ndjet mbrëm? Mrekullueshëm është pak. Mund të shfrytëj rastin se të gjithë kolegët më erdhën, miqt nga tërë Maqedonia, bile edhe nga Kosova, erdhën. Që do të thotë se ne shqiptarët kemi kapacitet. Vetëm infrastrukturën duhet pak ta përforcojmë. Edhe udhëheqësit tonë politik të kenë kujdes që profesionistët jenë për institucionet, posaçërisht në institucionet që janë delikate si është galeria. Mbrëm u treguam se shqiptarët janë niveli më i lartë të mundshëm civilizues. Vetëm kur do. Tash mund të shfrytëzoj rastin të falenderojmë ti,
drejtoresh dhe institucionit Galeria Për Arte mua dhe ishte Tetov. një kënaqësi e madhe që isha kuratore e gjithë këtij procesi dhe çdo ekspozitë që organizohet këtu, domethënë çdo ekspozitë ka vendin e vet, por mbrëm kemi qenë diçka më që mos të më hidhërojnë edhe artistë të tjerë, sepse çdo ekspozitë ka qenë e veçantë, për mbrëm ishte një ndjenjë më ndryshe. 35 vite art është një krijimtari goxha e gjatë dhe këtu kemi pasur vepra që nga vitet e 90 e këndej dhe prandaj mbrëm edhe është një mesazh tek publiku që këtë ekspozitë çdo vepër jo vetëm ta shikojnë me sy, por ta ndjejnë me zemër dhe të ndalen para çdo vepre të zbulojmë vetë atë mesazhin që e keni dhënë. Ju faleminderit edhe një herë. Do të thonë mbrëm ishte më vetëm mrekullt. Edhe pse ishte koha e keqe, njerëzit na vinte keq më në Po, kjo pjesa pakës na hutoi edhe neve dhe kjo huti u transferu në mrekulli. Po. Me vërtet ishte kënaqësi. Të gjitha personalitetet që ishin të rëndësishëm për shoqërinë shqiptare, por kishim edhe nga pala Maqedoni, njerëz të zgjedhur, njerëz të mirë. Ajo energji pozitive njeheshte, mbrëmje të gjithë ishin të buzëqeshur dhe të lumtur. Po, atë ndjeva edhe unë si kuratore, sepse edhe ne kemi atë pjesën tonë që ngurojmë çdo herë se si do në çdo detaj të gjithë të jenë të kalojnë mirë, të jenë të kënaqur me ekspozitën, sepse kjo është pjesë e jona. Faleminderit edhe një herë Besa. Faleminderit juve. Drejtoresha më orë ka qenë aktive, juve gjithmonë me mua, ashtu që çka të kërkonin një artist më tepër.